Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmët mëshiruesit, falenderojmë Allahun, Zotin krijuesin e botrave. Mirësitë, bekimet dhe mëshira e Zotit qoftë mbi dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. O Allah, o Zot, në dhuro dije dobishme, na mundso veprat mira, e sa të jemi gjallë, o Allah, na furnizo me furnizim pastër dhe halal. O Allah, o Zot, na bëj dobi me atë që na mëson, e na mëso atë që na bën dobi dhe na shto, o Zot, diturinë dhe urtësinë. O Allah, o Zot, bëj këtë dije që ne marrim dhe japim argument, dëshmi dhe argument për ne dhe ndërmjetësim për ne ditën e Kiametit, atë ditë ku nuk bën dobi as pasuria, as gjë, as pasardhësit. Vetëm se kush i vjen Allahut, pra të vjen ty, o Zot, me zemër të pastër, qofshim ne për këtyre njerëzve. Amin. Atëherë po filloj me pyetjet, të cilat janë të akumuluara. Nëse kanë vëllezër këtu ndonjë pyetje, mund ta bëjnë, s'ka si problem, ose motrat. Punoj në një punë ku ofrohet një produkt apo shërbim me lekë dhe ka raste që klientët për shërbimin për produktin e fjalë paguajnë në valutë tjetër dhe nuk kërkojnë kusurin. Dhe nëse unë shkoj i këmbej dhe tepron diçka, a mund t'i mbajnë ne apo duhet t'i lejmë kompanisë, i takojnë kompanisë. Atëherë, pyetja është e qartë dhe e thjeshtë përgjigja. Veproni siç keni vepruar gjithmonë. Si është rregulli mes jush dhe kompanisë për parat tepër që lejnë klientët. Nëse ju me kompaninë keni marrëveshje që çfarë lejnë njerëzit tepër bakshish, e merrni ju, edhe në këtë rast e merrni ju. E nëse rregulla mes jush dhe kompanisë është që jo, ju merrni rrogën dhe çdo gjë që paguhet është e kompanisë, është e kompanisë. Siç është ngritur marrëveshja mes jush, veprohet edhe në këtë rast. Besoj se përgjigjja është e qartë. Bëhet fjalë që përfaqësisht shesin produkte të ndryshme në rrjetet sociale dhe vendosin një sfond me ajet e Kuranit. Për shembull, shesin mbulesa krevati dhe në sfond ka ajet e Kuranit ku Zoti flet për xhenemin ose për besimtarët. Kështë abuzim. Edhe si kur t'ishin ajet e xheneti, edhe si kur t'ishin Fatihaja. Kurani nuk ka zbrit për të bë pazar dhe për ta përdorur si reklam tregti. E bashit kanë atjera dhe vendos Kur'an aty, ajet e xhenemit. Kush si bleka për shkuën në xhenem, i bjerë. I Zotin, këta nuk janë terezi për Zotin, nuk janë terezi, vallaj. Është këtyre çdo gjë në biznes, çdo gjë si të fitojmë. S'bëhet kjo punë me fjalën e Zotit. Nuk bëhet kjo punë me fjalën e Zotit. Kur një nën shkon te djali të ri 1 orë apo 2-3 orë, mirë po nusja sikur nuk e ka me qejf. Unë normalisht dua qetësinë time në atë kohë kur shkoj atje dhe nuk dua që edhe djalin ta fus në sherr me nusën. A bën që mos shkoj? Subhanallah. Subhanallah. Kjo nuse është një nuse që Zoti u zoft. Zoti u zoft. Në vend për ato orë që vjen vjera me net, apo 2 orë që me net, që vjen vjera me net, me prit mirë, me përcjell mirë, me u sjell mirë me të, me trajtu tamam siç trajtohet nona e burrit. Nona e burrit, për burrin e saj është xheneti i saj. Është e vërtetë që nusja ka xhenetin ke nona vet. Dhe ka xhenetin tek burri i saj, ndërsa burri i kësaj gruaje, i kësaj nusje ka xhenetin tek nona e tij. Që kjo nuse, domethënë, duhet bëj të pamundurën për të kënaqë
vjerën. Që kur vjera të iki me kënaqësi, kur vjera të iki e lumtur. Jo të iki vjera nga shtëpia e çunit që qysh i dola, se hunët e undura për tokë, ishte nusja hunë e buzë. Subhanallah. Pra ka shku situata deri në atë pikë që të pyesi vjera, a bon mos me shku ke çuni për shkak të sjelljes që ka nusja. Vallahi bilaj pasha Zotin, kjo s'ka lidhje fare me klasën njerëzore për Zotin, me edukatën minimale qytetare. Ora një njeriu i marrë në shtëpi, njerëzit bëhen copë për ta prit, për ta nderu, për ta respektu, për ta qeras, për t'ju qenë të pranë, për t'i bë muhabet, për t'i qesh, për t'i bë gallat, sepse ka ardhi mysafir, që se ke asgjë ndoshta. Po kur vjen nona e burrit, subhanallah. Kjo femër është mosmirënjohëse, Allahu na ruaj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadithin e saktë, ai që s'di të falenderojë njerëzit, as Zotin s'di ta falenderojë. Kjo nuse që s'di me falenderu vjerën e vet, me qenë mirënjohëse ndaj vjerës vet, me respektu vjerën e vet, kjo as burrin se respekton, as Zotin se respekton dhe as Zotin nuk e njeh, as nuk e ka mirënjohje ndaj Zotit. Kështu ka thënë pejgamberi alayhis salam. Subhanallah. Keq me i pasë në shtëpi, keq mos me i pasë në shtëpi. Keq mos me në ardhë për vizit, keq me në ardhë për vizit. Munges edukate, Allahu në rujt, Zotin në rujt, dhe mungesa edukatës është shumë e rëndë në peshorin e Zotit. Aty të regoj se çfarë më shumë të i fut njerëzit në xhenet, thanë po si jo i dërguar Allahu. Tha, për kushtimin dhe devocionin ndaj Zotit, frikën ndaj Zotit dhe sjellja, edukata. Po një që s'ka edukat me nonën e burrit vet, një që s'ka edukat me babën e burrit vet, një që s'ka edukat me gruan e vet, një që s'ka edukat me vjerrën e vet nga krau tjetër. Çfarë është edukata? Edukata është vetëm ke njerëzit, me u duk. Vetëm tek të hujt, që të flitet mirë. Hipokrizia nuk ka brirë. Hipokrizia nuk ka brirë. Këto janë shenjat e hipokrizisë. A është e vërtetë që nëse flejmë në pozicion në shpinë, xhindi mund të na nali frymën? Po sa rënd. Shumë rënd. Situatë shumë e vështirë. Po të shenë këto muhabeta, po të flejmë shpinë, xhinin na merr frymën. Jo po perria, e shoqja xhinit e fejuara. Doja të pyesja në lidhje me mrekullinë e ndarjes së hënës në dy pjesë nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Doja të pyesja në lidhje me mrekullinë e ndarjes së hënës në dy pjesë nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Si mund të përgjigjemi dikujt që thotë si ka mundësi që kjo mrekulli nuk është parë në gjysmën tjetër të botës? Ne besojmë çdo gjë që ka thënë Zoti, Allahu, dhe çdo gjë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai që ka thënë Zoti në Kur'an, s'kemi nevojë ta vërtetojmë. Dhe ai që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ne shohim se si dhe çfarë burimi na ka ardhur. Nëse më të vërtet ka buruar si fjalë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ne besojmë se ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, ai nuk flet nga vetja e tij, por çdo gjë ka shpallur nga Zoti. Historia e çarjes hënës ose mrekullia e çarjes hënës është një mrekulli që e ka përmend Zoti dhe është përmendur në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur i ka ngërkuar idhujtarët mrekulli. A është parë në gjysmën tjetër të botës, a ka parë çereku i botës, a kanë qenë gjumë bota në ato momente, apo ka pas atëherë satelit për ta filmuar, kjo nuk është pjesa jonë, nuk të intereson.
por ne dim që ka kështjella dhe ka gur në të cilat është shkruar kjo kështjellë ka nisur natën kur është qarë hëna në 2 pjesë. Kjo shtëpi ka nis natën ose ditën e të nesërmës natë që është qarë hëna në 2 pjesë. Për këtë ka, edhe po të futesh në kërkim e gjen. Ka kështjella që janë ngritur të nesërmen e kësaj nate dhe është shkruar në themelet, në gurët e mëdhenj të themelit të këtyre kështjellave. Kjo kështjellë ka nisur të nesërmen e ditës që u qa nata, që u qa hëna. Kështu që ka gjen gurë të shkruar dhe është shkruar dhe e përmendur. Po prap neve kjo pjesë nuk është se na bën shumë alergji, sepse ne kemi lidhur burimin e vërtetësisë me fjalën e Zotit dhe me fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe nuk e kemi lidhur me a e kanë pa njerëzit, a e kanë vërtetuar njerëzit, sepse lind dhe pyetja tjetër pastaj, ku kanë parë njerëzit që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka dalë uji nga duart, ku kanë parë njerëzit që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bëri këtë mrekulli, po ti hapim derën kësaj ku e kanë parë, atëherë s'ka sensi kuptimi i sprovës. Kam një kornizë të vogël brenda, ka emrin Allah. A lejohet ta mbajmë në përmure? Lejohet, nuk ka problem inshallah. Një njeriu tim i vdiq nëna dhe babai në një ditë dhe dikush aty nga familjarët i detyroi që në varr të fusi një pulë që t'i bënin 3 se mos të vdisë edhe një tjetër antar i familjes. A ka bazë fetare? Që ka bazë budallalliku dhe bazë ignorancë dhe bazë fallesh. Me që kanë vdek këto të 2 me i ditë, pa tjetër duhet bësh edhe një i tret kurban, se për ndryshe do të shkonte edhe një nga shtëpia kurban. Paganizëm, idhujtari. Do më thonë, edhe pse jemi, në cili shekull jemi tani? Apo 22? Sigurt. Pra edhe pse jemi në shekullin 21, se unë gjithmonë thosha 22. Edhe pse jemi në shekullin 21, ka njerëz që besojnë kështu muhabetesh. E kupton ti çfarë bëhet apo? E kupton ti çfarë sprove dhe është mësuar njerëzit? Se kush e ka thonë në një çmen, në një budall, në një xhindos, në një hajvan, e ka thonë këtë muhabet dhe e beso gjysma e botës. Beso që po vdiqen 2, pa tjetër duhet bëj kur duhet edhe mundësisht tjetë pule zez, jo pule me qikla, me lara, ose e bardhë, ja, duhet tjetë pule zez, ajo e bë efektin tamam. Si kur ta gjesha autorin e kësaj çmendurie, da kisha fut në burg 10 vjetë, me pa të drejt me taku familjarët. Do t'i çojsha një herë në 2-3 javë një pulë të zezë, sa ta shifte pulën e zezë dhe t'ja nxirrsha nga. Një i afërm im ka ndruar jetë dhe pasi ndroi jetë pra jashtë Shqipërisë, nuk mund të arrijë kohë ditën kur bëhet varrimi. Pasi një afërm ka ndruar jetë dhe pasi që jetoj jashtë Shqipërisë, po, nuk mund të arrijë kohë ditën kur bëhet varrimi, por do të arrijë një ditë më pas. Që i bie ditë e hënë më e shpejta. Mirë, po më thanë që nuk duhet vish ditë në hënë se është gjuna. Cili është gjykimi? Prap me këto muhabete burri dhe si su lodhen la ilaha illallah. Si nuk u lodhen me këto muhabete, mos hajde i kanë thonë ditë në on. Po pse është ditë tersi? Po pse po erdhe ditë në on? Po erdhe ditë në on, na ik në i tjetër. Nuk ka kush e arresto. Nuk ka kush e arrestoj. O Zot na falë, o Zot. Çfarë njerëzish? Nga i morin të gjona. Pa tjetër që duhet ketë në burim.
Duhet me gjetë burimin e këtyre muhabeteve që se s'ka mundësi për Zotin, la ilaha illallah. Për ditën e martë për shembull kishim gjuhë që thoshin, pa edhe ditën e hënë pas kanë fut në listë burr. I Zoti ma. Çfarë nuk kupton fjala kur të tjerë të thonë qetësohu me shahadet pas një gjykimi të padrejtë që të kanë bërë? Kjo do thotë ta futëm. Shqip. Kanë bërë gjykim pa drejt, e robi nxefet, robi qetësohu me shahadet. Çfarë do thotë kjo? Do thotë ta futëm rriurt. Ne ta futëm ti rriurt. Bjerë shahadet. Ne të morëm tokat, morëm pronat, morëm florit, morëm shpinë, pa shahadet, bjerë shahadet. Njisha, ustallar, s'ka. Nuk ka më ustallar se sa këta njerëz, për Zotin. Këtyne ju duhet thonë titulli profesor doktor në mashtrim, ose në aktrim. S'ka. Çfarë edhe ky ose kjo që bën pyetjen. Sikur jeton në Mars, me Elon Muskun. Sikur jeton me Elonin. Çfarë do të thotë kur thonë qetësohu me shahadet ndërkohë që kanë bërë padrejtësi? Do thotë futi tas lalt me kryp kur të kesh kohë. Çdo ditë pas namazit drekës lexoj 2 faqe Kur'an dhe goca herë vjen më thotë e lexojmë të 2. Po goca s'është se ditë lexoj, po thotë thuaj ti i parë dhe unë të them basteje. A lejohet? Mashallah, lejohet që të shkeme të. Mashallah. Zoti e rujt e uzoft e thonë të hajrë. A në lejohet neve besimtarëve muslimon të marrim kredi në bank për të blerë shtëpi ose biznes, a bëjmë gjuna? Jo, s'lejohet. Nuk lejohet. Pastaj kështu ka shkollaj, a lejohet shumë ta hapi hoxha thesin? Hoxha urë në xhenem, rëp të shku në xhenet. Ana tha hoxha atë notë. Lexoj çik për këtë çështje që kanë thonë dietarët, që kanë thonë Komisioni i Evropës, ka fetva për këtë punë, ka fetva, nuk është puna e prerë. Po unë për vete kam thonë, s'jap dot fetva për këtë çështje. Nuk jap dot fetva, pastaj ky e ka hap thesin për shtëpi, për biznes, për pritë vëlla. Se thotë për shembull njëri djog, jam pa shtëpi, ngelm të paguajt me qira, lekët që unë i fitoj harxoj gjitha qira, hallë dhe siklete, nuk kina punë të mirë, nuk po ushqehemi dot mirë, etj. Fuste mu në një kënd stresi duke menu hallin e personit, sikletin e tij ose jetojmë në Evropë, lekët tona ikin qera gjitha, po edhe fëmijët tonë do të paguajnë qera, po edhe fëmijët e fëmijëve tonë do të paguajnë qera, po edhe prindërit tonë që kanë ka 100 vjet në Evropë paguajnë qera, po si t'ja bëjmë ku dëgjone. Pra më fuste një korn që edhe unë të fillosh atë menojsh hallin. Përse ky thotë kështu, a na lejohet me ble shtëpia me bob? Jo, më nuk lejohet me marr kredi, është haram, është gjëna. Kurse kjo është një pyetje tipike e ndikuar nga reforma në drejtësi. Gjoja. Pse nuk boni vetin ke xhamia? A e dini sa vet vin aty që lejnë? A e dini sa vet vin aty ato që lejnë vaditjen ke hashashi vin xhami, falen dhe me vrap shkojnë prap tek hashashi për ta vadit. Tapim një seksioni i hetuesis. Si ti dallojmë për shembull, kupton ti çfarë ka kjo botë apo jo? Tani ky personi nuk vjen xhami vetëm se ka në xhami nga ato që vin falen dhe lejnë dikë atë për të vadit, pastaj ikin prap atje, po vin falen, po mirë, pasha Allahun, ky që vjen falet, edhe lën dikë me vadit është më mirë se sa ti që mendon se ka njerëz të tillë. Kupton çfarë bëhet apo jo? Është stresi mod kjo punë për Zot. Komunizmi i kalon njerëzit me pasoja. Ja, efektet anësore të komunizmit. Pse nuk boni vetin këto të ky xhamia? Kupton ti, vëm një aparat të ky xhamia që dallon. Kush e ujit, kush e kosit, kush e tha,
edhe kush e fut në thes. Vin falën thotë dhe ikin me vrap prap, se ky i di ka. Po mirë vëlla, ti që i di, Allahu ta shpërbleft, ik në prokurori dhe denoncoj. Thuj, ke xhamia filan kam pa filanin, ke xhamia filan kam pa filanin, edhe elhamdulillah, merr se vab inshallah. Po nuk thonë ato, po nuk të shumë ke pesa. Nuk thonë këj pasalujt menç. Ky pa është roli i shejtanit, do kupton? Smet me vetën e vet. Jo po boni ju vetin ke xhamia, sa atje ke xhamia juve ju vin disa, se disa ato, se janë disa. Po shifë vëlla vetën tatë, ke përdojnë llogari për atëti apo për vete? Kur të futesh në varr, do të futesh vet apo do të futesh me atëti? E kur të bëhen pyetjet në varr, kur dash para Zotit, çfarë ditur Zotit? Nuk shkova Zot, se ishte njëri atje ke xhamia. Po si su bon njerëz ta vëlla. Një herë të ishin bon jetën e vet njerëz dhe do dilshin nga këto lloj dilemash. A është e vërtet se po të çosh në shtëpi dru që e ka djegur zjarri, sjell ters? Po si, e vërtet është. Pe i Zoti më, alhamdulillah. Pra është një dru që e ka djeg zjarri, edhe është fik. Po ta mosh këtë drunin, ta çesh ke shtëpia, është e vërtet që të ecën ters? Është tersliku këtu, e ketë ndërtuar ters këtu, është tersliku. Se s'ka lidhje me tersin, çfarë lidhje ka me tersin? Asnjë lloj lidhje s'ka me terslikun. I bjerë që mos me çu qymyr druni ke shtëpia për shembull. Se qymyri i drunit, çka ka ndodhur me qymyrin e drunit? Është djeg një herë, po jo plotësisht, pastaj është marrë dhe është çu ke shtëpia. Alhamdulillah. S'ka më nuk ka. Sepse më kanë thotë që duhet ta heqim pjesën e djegur, pra ta pastrojmë. Pastaj ta çojmë ke shtëpia. Të kanë rrejt, o vëlla, të kanë rrejt. Në më shedate që të kanë rrejt, ty e kanë rrejt, po edhe ato e kanë rrejt, e ka shku rrejna brez mas brezi. I Zotë di se nga cila shpell e ka origjinën kjo rrejn, nga ka ardhur për herë të parë. Kur dikush të ka hyrë në hak, si më thënë të ka bërë shumë padrejtësi, e kur vdes, ai person s'ja bën halal. A ka problem? Hiç s'ka problem, mos e balla. A të ka bë padrejtësi? Mos e balla. A ka problem? Hiç s'ka problem, e ke në dorë vet. Do me zhyt, mos e bë halal. Do që ta fali Zoti, bëj halal. Si dushti, si të doje vogla zemër. Një komshia ime ka marrë një top me petë zi dhe e lidhë të gjithë rrugën bashkë me shtëpiat. A quhet kjo magji? Pas që kjo magji s'ka magji në botë. Pas që kjo gjëja magji, nuk ekziston magjia. Kjo është magjia fikse, e përmend me në Kur'an. Që atë komshien duhet me stabilizu. A mundet me shkru kështu me hidhrim të thellë njoftojmë në Islam? A është normale se e kam parë te Kyut Shqipnis? E paska me ne. Aty ke njoftimi që thot, me hidhrim të thellë njoftojmë se, pa që të themi shumë, me gzim të thellë, kështu të themi për shembull, që të themi? Me gzim të thellë njoftojmë se na ka ndruar jetë. Ej, Zoti më për Alhamdulillah. Çfarë themi vëlla? Ja po për shembull thonë me pikëllim, po hidhrimi dhe pikëllimi janë binjak, kur kanë lind bashk. Kush është i hidhrum është dhe i pikëllum. Kush është i pikëllum është dhe i hidhrum. Ja po mos ky hidhrimi do të thotë që nuk je i kënaq me katë. Kush është i kënaq me vdekjen vëlla? Kush është i lumtur se i vdiqi nga familjarët? Ne themi elhamdulillah caktimi i Allahut, po hidhrim ka, pikëllim ka. O inna la firaqika ya Ibrahimu la mahzunun. Jemi të hidhruar, jemi të pikëllum, o Ibrahim, që ti ike nga kjo botë. Kush e ka thonë këtë? Pejgamberi alayhis salam. Mbaroi historia.
Jemi të mërzitur me vdekjen tënde, o Ibrahim. Pejgamberi alayhis salam. Kështu që mos u çudit. Oj Dardani e dashur, mos u mërzit se e kemi janë shprehje këta normale. Nuk ka vend për stres. Ose shtres, siç i thoni ju. Vjeri dhe vjera më kanë ndruar jetë dhe kam dëshirë që për emrat e tyre të hap një bunar ujë, pra një pus. A ju del atyre për sevap? Po, nëse e bën niyetin që sevapi të shkojë, atyre ju shkon. Alhamdulillah, mashallah. Ja pra ka dhe nuse, mashallah, të barakallah. Mendon nusja si ti boj një pus vjerë dhe vjerë. Mund t'jetë dhe dhondrë ky shkreti, që mendon për vjerë dhe vjerë nga krall tjetër. E rëndësishme, sido që of puna mirë është. Edhe nëse dhondrë hap për vjerën dhe vjerën, apo nusja mendon për vjerën dhe vjerën, gjë e mirë është. Në të dyja rastet është gjë e mirë. Bile më e bukur dikush do të ishte. Burri ta hapi për vjerën dhe për vjerën, nusja ta hapi për vjerën dhe për vjerën. Prindërit e mi i kanë akuzuar për diçka që nuk është e vërtetë. Dhe për t'i bindur ata u detyruan të shkelin Kur'anin, pasi nuk ju besojshin për ndryshe. A kanë bërë gjuna? Kanë dalë nga Islami. Kanë dalë nga feja e Allahut. Kush i bjerë Kur'anit me këmbë, ka dalë nga Islami. Jo pa ato nuk besojshin të shmendur. Po sikur thojë ai për shembull, ne nuk u besojmë, po nuk u hodhet nga mali. Jo, po pse kam lut mençën, po me i gjujt Kur'anit me këmbë, çfarë është? Ata janë njerëz ullak, pasha Allahun, për Zotin. As ata që kërkojnë be me shkel Kur'anin, edhe këta që pranojnë me shkel Kur'anin që ai tjetër t'i besojë. Pranon njeriu dali nga feja që të besojë, po kur mos besoft. Kur mos besoft. Ke dyshime për mua, shka në kohën prokurori, polici. Nëse ka ndodhur kjo punë, njeriu duhet pendohet. Duhet pendohet se është gjinof shumë i madh. E nxjerr njeriu nga Islami, Allahu na ruaj. Për këtë arsye, ata që kanë bërë këtë punë, le të themi të detyruar nga kafshët, që s'pranojshin betim tjetër, të pendohen sinqerisht, Zoti i fal. Pendimi inshallah e fshin. A është gjunaf me thë që gruaja e lehonës duhet dalin natën pa bërë 40 ditë? Jo, është hajvanlik, s'ka lidhje me fenë e Zotit dhe e mbudallëqe. Mos i besoni këto gjëra. Kush ju a thot, po mirë për shembull, na i thon njerëzit, ku ta dim ne? Po që mund të jetë vërtet. Pyet atë robin që ta thot këtë llaf. Ore, ke lexuar gjëtin Kur'an që e thot këtë gjë? Kur ti thahet bështyma, e ti ngeci llapa në fyt, thot se ma ka thonë komshia, po mirë, komshia e kishte lexuar Kur'an, e po komshia se kishte thonë vjerra. Po vjera e kishte lexuar Kur'an, jo po vjerës e kishte thonë kunata vet. Po kjo kunata e vjerës komshijes. Kishte lexuar Kur'an, jo, kunatës vjerës komshijes e kishte thonë gjyshja vet. Po mirë, kjo gjyshja e kunatës vjerës komshijes. Kishte lexuar Kur'an? Jo, faktikisht asaj kishte thënë Afërdita. Katra gjyshja vet, se kishte pasien gjallë, kishte jetu 148 vjeç. Po mirë, Afërdita ka lexuar Kur'an? Jo, faktikisht Afërdita se kishte thonë Hoxh, baba vet se ka pas baba. Dhe ai kishte, po ku pra, ja gjetën burin duket. E ka gjetë ai diku? Po ja mos ato s'besojnë fare në Kur'an. Aha, selam aleikum. Kur ta gjesh atë origjinën e këtij muhabeti, kur t'ja gjesh origjinën e këtij muhabeti në një kështu, hu. Në këtë që kërcejnë. Pra rëndësishme është që muhabetet tilla mos me pranu. Muhabetet tilla mos me pranu, edhe nëse i thot në i hoxhu pur. Se mund t'i gjetë origjina këtij muhabeti para 300 vjeç që ka thonë i hoxh. Ai hoxha ku e ka lexuar? Ku e kishte argumentin? Jo po hoxha e ke parasysh. Më ku e ka argumentin? S'ka hoxh të pagabushëm. Nuk ka hoxh të pagabushëm.
Pra nuk ekziston kjo që mos të harrojmë përgjigjen. Grua e lehon mund dalin mjes, në drek, në dargët, para dite, mas dite, kur të doj shpirti i saj me dal jashtë, le të dali. Dhe mos t'i ngjoj budallënjt, se janë shtu shumë. Jetojmë në Perëndim, kam fëmijë, gjithë kanë lindur këtu. Fëmijën e parë kemi shku direkt ke familja e burrit. E dytë sefte e kam, e dytë sefte, fëmijën e dytë, sefte e kam çu ke prindë e mi, pra çunin e parë sefte e ka çu ke prindërit e burrit, sefte, si fillim fare, dhe çunin e dytë sefte, pra në fillim fare e ka çu ke shtëpia vet. Po. Burri, si vjera, thonë se kam gabu që e kam çu fëmijën e dytë sefte ke prindërit e mi. Mas e vrit menjen. Pyeta hoxhën, thuj dhe hoxha tha, ja kanë fut kot. Thuj burrit, vjerit dhe vjerës, morin i tas lalt, t'i fusin pak krip edhe i qikuj, ta përzin, se ju bon mirë për miden, për zorët, për stomakun, për gjitha, ju bon mirë. Edhe i kthjellon, inshallah, lalti i kthjellon nga trunt. Kur femra është më të përmueshme, ta mund të marrë abdes, për shembull para gjumit ose kur zgjohet mëngjes, po, lejohet, nuk ka asnjë problem. Si formë mbrojtje mund të marrë abdes. A lejohet ta marrim nusën në shtëpi para dasmës apo duhet bëjmë një herë dasmën pastaj ta marrim në shtëpi? Kur të doj zemra jote, merrni nusën. Dasma mund të jetë lënë mas i viti. Çfarë do të bëj çuni deri mas i viti? Kullosin mal. Merrni nusën në shtëpi, merrni. Merrni, mos i ngjoni llafet e hallkut, mos i ngjoni llafet e miletit. A kanë bën nikahun? Po. Merrni nusën në shtëpi. Po shelon dasma i javë mrapa nikahut? Po mirë, ka lezet faktikisht. Që nusja të shkojë në shtëpi ditën e dasmës ka lezet. Amo nëse dasma është lënë mas 3 vjeç se të marrin shkollën rinia, po çfarë do të bëjnë këto 3 vjet? Agjërim. I ditë po i ditë, agjërim ditë për ditë. Namaz natë, agjërim. Alhamdulillah. Kam hallën e cila është 50 vjeçë dhe nuk bën dot fëmijë, vetëm në mënyrë është që unë t'i dhuroj vezët e mia, jo vezët, po vezoret. Vezoret, t'i dhuroj vezët. Ja, po t'i dhuroj zogjt. T'i dhuroj vezoret. E vetëm në mënyrë është që unë t'i dhuroj vezoret e mia, asaj përpara se t'i jepë një përgjigje do të konsultosha me ju. Është kjo e lejuar në Islam? E para dhe e dyta, halla nuk është muslimane. S'ka lidhje, harami është haram për të gjithë. Dhurimi i vezorëve nuk lejohet. Edhe pse mund të jetë ateiste, s'ka lidhje, edhe pa fe me qenë, apo besimtare të devotshme që falet 5 herë në ditë, s'ka lidhje. Nuk lejohet në Islam. A lejohet që të bëj lutje shqip në sejdë të namazeve farze, se më duket se kur kjo nuk lejohet. S'ka lidhje fare çfarë duket ty, lejohet që të shkeme të është e lejuar. Bazuar në shpjegimin që ke dhënë për hashashin, është ajo pyetje që është bën tren. Unë kam apnea, nuk e di, a e di si sëmundje që ndikon dhe për gjumin. Doktori më tha mos të marr ilaçe sepse ilaçi i gjumit mundet të ndikojë për ndalimin e zemrës kur flen. Dhe më pajisin me kartën e duhur për të blerë tek farmacitë e Marianës, që janë legale për ta përdorur kur fle para gjumit. A lejohet? Po, lejohet. Në këto raste lejohet, s'ka asnjë problem fetarisht. Pra kur është me doktoraturë, kur është me mjekësi, absolutisht, elhamdulillah. Kur kthehemi nga udhëtimi dhe arrim kohën e ikindis në shtëpi, a duhet ta falim ikindin të shkurtuar apo të plot? Të plot, ka ardhur në shpitate. Namazi me xhamat mes 2 udhëtarëve, a falet i shkurtuar apo i plot? Përderisa të dy janë udhëtar, falet i shkurtuar. Pse po qenë shumë udhëtar hik lehtësimi, çfarë lidhje ka? Mund të jeni 100 udhëtar që e shkurtojnë namazin.
Mund të jenë imi udhëtar që e shkurtojnë namazin. S'ka lidhje numri me shkurtimin. Dua në kunutit në namazin e yatsis, a mundem me zëvendësu me një dua tjetër? S'ka namaz i yatsis, dua kunuti. Namazi i yatsis nuk ka, vitri që falet mas yatsis ka. Kush nuk e din, thot elhamdulillahi rabbil alamin. Edhe bjerë në ruku. Por kjo nuk do thot mos ta mësoj atë. Kjo do thot derisa ta mësoj 2-3 ditë, 4 ditë, 5 ditë, derisa ta mësoj. Kur ta mësoj thot Allahumma hdini fi men hadait, wa afini fi men afait, wa tawallani fi men tawallait, wa qini sharra ma qadait fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqta alayk. A lejohet leximi i Kuranit pa abdes dhe pa shami për femrat? Lejohet, si për femrat dhe për burrat. Njësoj është, lejohet. Nëse tu e fal namazin e sabahit, pra sabahut, më zen lindja e diellit, a quhet ai namaz? Inshallah quhet. Kush arrin qoftë edhe një rekat para lindjes diellit, e ka zënë sabahun në kohë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jam 24 vjeçë dhe kam 5-6 muaj kam filluar me fal namaz elhamdulillah dhe jam nënë një vajze. Shpesh më ndodh si namazet mos më i fal në kohë për shkak të obligimeve ndaj vajzës. E papranueshme. Vajza duhet bëhet shkak që ti jesh më falendëruese ndaj Zotit, ta falësh namazin kohë, të falësh sunetet, të falësh të lexosh Kur'an, se të ka dhënë Allahu vajzë, të ka dhënë Allahu fëmijë, të ka begatuar Allahu xhel xhelalu. Jo thoshti prej vajzës jam largu Zotit. Nga që më ka dhënë Allahu vajzë, nuk po falem dot për Allahun. Kjo është mënyra më e keqe e falënderimit. Dhe norma më e lartë e mosmirënjohjes. A ka ndalesë për konsumimin e panetoneve? Nuk di të ketë ndalesë, nuk ka problem. Po ato zakonisht i shpërndajnë në fund vitit nga që janë skali dhe hajër, inshallah. Nuk besoj që ka problem. A lejohet punohet në një fabrikë, një firmë, të cilat pronarët në çdo fesë që ekziston japin dhurat një sasi lekësh për punëtorët. Ku janë këto? Ku janë këto? Mashallah që e kanë këto. Të i kanë për çdo fest, i kanë kështu në ndarje, po kanë premio. A lejohet me i morë? Lejohet. Po këto festa janë, po s'ka lidhje. Nuk lejohet me morë gjëra që janë simbolistika të festave. Për shembull, ato me rastin e festave X shpërndajnë dhe verë, s'lejohet. Shpërndajnë simbole fetare, nuk lejohet. Ama kur shpërndajnë parë Zoti u ashtoft e u zoft. Kam pyetje për një bankë islame Kuwait Turk. A keni dini sa është halal apo jo? Me sa diun është halal, është okay. Me sa diun është këtë. Është në Evropë, ka në Gjermani, ka disa shtetet e Evropës. Me sa diun është halal. Është çdo gjë okay aty, çdo gjë aty është okay. Suret, pra suret e Kuranit, pra ato pjesët e Kuranit, nuk i mësoj do të përmendesh, i harroj shumë. S'ka gjë, inshallah. Qa të kujtot, falu, s'ka problem. Me kullu vallahun, falu, jenë regull. S'ka problem, stresit zero. Më ka vdekur gjysha para një muaj dhe familja ime janë shumë të shqetësuar se i ka humbur parfumi, që kanë parfumosur të vdekurin. Dhe kanë frikë se mos e ka marrë ndonjëri për t'i bërë magji. Ja, s'bëjnë do të marrë magji me parfum, inshallah. Inshallah s'bëjnë do të. Pra ne mos u stresoni. Mund ta ketë morë në i kalamam, mund ta ketë morë në njëri. Stresit zero, inshallah. Po ta mbash shumë në vogël në mes të krevatit kur të flejmë net 19, a është keq? S'është keq, s'ka lidhje, s'ka problem. Tani shkencërisht apo me mjeksi nuk e di se si qëndron, po me fe lejohet. Khair, inshallah. A mund të më tregosh pak nëse është haram të pish gjysmë gotë verë pasi më ka kërkuar mjeku për anemin?
ky mjek duhet arrestu. Ka me 10 ilaçe të tjera që zëvendësojnë dhe kanë efektin e menjëhershëm. Studimi I fundit që unë publikova I janarit ishte edhe pak, ishte një studim I bërë nga një qendër studimore amerikane. USA, janar 2025, edhe pak është e dëmshme. Ja më I gjys gotë vere, ja më I gjys gotë ditë për ditë. Kam gjetë një palë çarape që nuk janë të mijat, janë bërë shumë merak. Po mirë mund t'i ketë ngatruar në mace në gjë. Mos u streso. Pyeti herë, mos ka ardhur në njëri ke shtëpia, në shok të kalamajve, shoqë të kalamajve. Mund të ketë ndodhur në gabim I tillë. Mund të kenë rënë nga balkoni I shinjve, mund të ketë ndodhur diçka. E rëndësishme nëse nuk I gjet I Zoti, nëse nuk dihet kush është pronari I tyre, atëherë mund t'i digjni. Për namaz natë çfarë sure duhet më këndu dhe sa rekat duhet më fal. Është e lirë, namazi I natës është I lirë. 2 dhe s'ka shifër ku përfundon. Çfarë sure s'ka të kufizuar. Çfarë sure dish mund të lexosh. A është gjëna të shkundësh pecetën natën se nëna më thotë që mbledh xhindët ku shkund pecetën. S'është e vërtet, nuk është e vërtet. Allahu e ruajt nënën tate, por kjo s'është e vërtet. Çfarë mendimi ke për çomt? Vëllezërit tonë, gjaku jon, elhamdulillah. Zoti I ruajt I dhon shnet dhe ua mundsoft Allahu që padrejtësia që është bërë të përfundojë, të kthehen ke tokat e veta, tek shtëpiat e veta. Ata janë ashtu si thot Zoti në Kur'an, illa en yaqulu rabbuna Allah. Ka ndodha që ka ndodhur mbi ta vetëm se kanë thënë Zoti ynë është Allahu. Kemi për Zot Allahun. Dhe akoma janë shtëpiat, janë pronat, janë pemët. Allahu I ruajt e ju zoft. E u dhënë të marsi, e Zoti ja mundsoft që të kthehen edhe një herë tek e vetja. Djali tim kur bën dua ose luti I hapet goja dhe I dalin njarg, sikur do diçka të dalin nga trupi I tij. Si mund ta eliminojmë këtë gjë që I ndodh? Po çojeni knojen një herë, se ndoshta ka nevojë për kënim. Çojeni me kënu një herë, se ndoshta ka nevojë për kënim. Nëse një femër që nuk ka shami për është besimtare musliman dhe I fal 5 kohët e namazit, a mund të bëhet yshtare? Jo. Nuk mund të jetë yshtare një femër e cila është e pambuluar. A mund t'i knoj fëmijëve vet, mund t'i knoj vetes vet, mund t'i knoj burrit vet, po jo me mor rolin e rukjexhijes, e yshtares. Jo. Ky muhabet ka mrena mishdhije, thot populli. Ka mrena mishdhije. Çfarë kuptimi ka ëndra duke puthur Kur'anin? Unë nuk komentoj ëndra. Ju lutem, mos më çoni pyetje për ëndrat. Nuk komentoj ëndra. Nëse ke parë ëndër duke puthur Kur'anin, shif si I ke raportet me Kur'anin. Mesazh I qartë, mesazh I qartë. Ka ndonjë ndalesë që të shkosh me 31 dhjetor në Varreza tek të afërmit me që po ndrojnë vitet. Me e bë si rregull nuk lejohet. Me e bërë si rregull nuk lejohet që çdo 31 dhjetor shko ke Varrezat.
Ama nëse i qëllon për shembull, këtë vit i qëlloj ditë pushimi, i qëlloj edhe shkova, nuk ka asnjë problemi. Ose më qëllon ditë pushimi shkoj, por nuk është se e besoj apo ka diçka, po më që është ditë pushimi, s'kam kohë tjetër, s'kam ditë tjetër. Hajër inshallah. E rëndësishme është që mos të jetë diçka fikse e përhershme, edhe pse nuk është qëllim. Sepse kur e fikson në një datë fikse, kalon pastaj në Eid, kalon në si tip përkujtimorje. Dhe përkujtimorja në Islam nuk ka. Përkujtimorjet janë bidat. Si ta dallojmë ne pra cilat janë karakteristikat ku mund ta dallojmë një dashuri që është për hir të Allahut. Tani kjo fjalë dashuri ka dy aspekte. Aspektin bashkëshortor, që është çështje ndjenjash, tem vete të jetës, shok, shoqënie, ku ta kuptojnë se ky njeri ndo për hir të Allahut. Shifa ka interes apo jo? Si reagon kur preket interesi? Nëse kur preket interesi apo nuk preket interesi, kjo nuk jep efekt tek raportet që ka me ty, kjo tregon se është për hir të Allahut. Dhe në momentin që preket interesi dhe ftofet dhe ky se u prek interesi, do të thotë se ka mishdhije mrena, është e përzime. Kjo është meseleja. Ka interes, ka interes. U ndikua nga interesi, do të thotë se ka hije të dyshimta. Su ndiku nga interesi, atëherë inshallah ky është argument. Kam 10 vjet që kam ankth dhe panik dhe nuk më ka ikë me asnjë ilaç. A thua hoxha mund të më bëj durman? Njëherë duhet ta nisësh ti vet ilaçin e vetes tate. Ti, para se me shku ke hoxha, duhet i falësh Zotit, duhet i lutesh Zotit, duhet kërkosh prej Zotit. Duhet bësh ta rregullosh herë punën me Zotin. Se ndoshta kjo që ty po të ndodh është një shenjë nga Allahu që ty të do fort që ti të kthehesh. Ora ka njerëz që s'marrin vesh vetëm se me sanksione. E Zoti më po të jep këto sprova që ti të kthesh rrugë burrë dhe. A mund të ketë ankth dhe panik një i cili falet Zotit natë për natë 2 orë, për shembull pyetje, i fal 5 vaktet, dhe çohet natë për natë falet 1 orë pa pushim. Po ku do të ri ankthi ke ky më burri dhe? Ku do të ri paniku ke ky më burri dhe? Një njeri i cili lexon 2 orë Kur'an në ditë, ku do të ri paniku? Po për këti ikën paniku sikur me ik delet prej ujkut. Një njeri i cili fal 5 vaktet në xhami rregullisht, thirret e zani e ke në xhami. Ku ka vend paniku aty më valla? Po zgjen vijë zgjall në botë më u fut paniku në trupin e tij. Larg Zotit, larg namazit, larg xhamis, larg namazit natës, larg sadakas, larg Kuranit, larg mësimeve, larg ka ankth të madh, po normalisht të kesh ankth valla. Të kanë myt shejtan, të kanë myt dreqnit. Nëse i bë të gjitha këto, atëherë vazhdo prapë, atëherë hajde valla të çojmë ke hoxha të kënojmë. Ti të adurosh Zotin, ti përkushtohesh Zotit, të kesh i punë që punon, të kesh një aktivitet me të cilin merresh, të kesh dhe adhurim, po s'ka vend më për Zotin e madh. Vallahi bilaj nuk ka ku të ri ankthi, paniku, stresi edhe kushëriri i tij. Për Zotin e madh, vallahi bilaj, për Zotin. Nëse njerëzit janë larg Zotit, madh, larg adhurimit, larg përkushtimit, normalisht që kush afrohet? Afrohen dreqnit dhe shejtanët. Një dreq dhe shejtan ka përgjegjësinë e ankthit, tjetri ka përgjegjësinë e fiksimeve, tjetri ka përgjegjësinë e tremës, tjetri ka përgjegjësinë e frikës, tjetri ka përgjegjësinë e stresit, tjetri ka përgjegjësinë e fobisë ndaj kësaj, tjetri ka ndaj kësaj, tjetri edhe njeriu jeton si gogol. Sikur më qenë mes pyllit. Ndriçohu me dritën e Zotit, adhuro Zotin, afroju Zotit,
S'ka drejtë shejtan që mund të afrohet. 10 vjet, po si ke duru ti 10 vjet Allah? Elhamdulillah, që pak të na bone pyetjen. Fal 5 vakte namaz dhe kam mësuar leximin e Kuranit, burri bulesën nuk dëshiron që unë ta vendos. Po, atëherë cila është pyetja? Foli burrit, këshilloje që burri të kuptoj se ti e ke për Zotin këtë punë dhe do që ti jesh më e ruajtur për burrin, o burr thonë po e bëj edhe për ty. Që mos më shofi mondi, pondi, londi, tondi, loli, toli, moli, roli. Duhet të më shosh vetëm ti o burr. Pra përdor logjikën. Përdor logjikën që burri thotë shqyr elhamdulillah që unë mbulova me gru elhamdulillah. Shqyr që ose ipi këtë video në burrit dhe thuj që ka thonë hoxha mbulohu mos e pyet burrin. S'lejo, thot pejgamberi sa me ju bind krijesës kur kundërshtohet krijuesi. Vesh amin, po pastaj se thot burri mos e ve. Vesh amin, bismillah, thuaj burrin e kam vendos. Ty Zoti ta letësoft, unë e di që ti do të më shohin edhe burrat e huaj, po unë nuk do të më shofi një tjetër përveç teje. Bismillahirrahmanirrahim. Selam aleikum, aleikum selam. Jam në burg, nuk kam mish deri, po mishat e tjerë që nuk janë halal, çfarë këshille më jep? Ai po që haram, po s'e halal, nuk është si mishi i derrit, në shkallë, po haram është prapë se prapë. Prapë haram është. Kështu që mundohu të djesh në zgjidhje inshallah. A lejo të dalësh pa mbulesë para djalit, motrës, burrit? A lejo të dalësh pa mbulesë para djalit, pra që i bjerë para nipit burrit. Pra burri e ka për nip. Ndërsa fëmijët e kanë për çun halle. Kështu është pyetja. Nuk lejohet. Nuk lejohet. Dal pashamin në këtë rast. A quhet tawafi në umra për femrat kur janë pa çorape? Quhet, s'ka lidhje. Kur nuk të ecë fare nga çdo aspekt, çfarë të bëjmë? Fal namaz, fal namaz, fal namaz. Fal namaz, lutu Allahut, fal namaz natë. 5 vakte diskutohet. Po ço fal namaz natë. Pasha Allahun, pasha Allahun, pasha Allahun. Po të falsh namaz natë 1 orë, 2 orë. A ke hall se ti ke siklet shumë të madh. Thot në çdo aspekt nuk të ecë fare, fal namaz. Ti s'tes që s'tes, rrit pak dhe në pa gjumë të fal namaz. Ti thu, nuk mes thot në asnjë aspekt. Atëherë përderisa ty nuk tes në asnjë aspekt paktën fal namaz. Namaz natë. Minimalja 1 orë, maksimalja 2 orë, natë për natë, namaz natë. Bam, 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 namaz natë. Derisa ti qisësh ujtin tokës, të ra me ballë. Pse ç'de? 5 vakte zbot fjalë në xhami. Kur'an, dua, ushqeu me halal, mos fut haramin në shtëpi, largoje moralitetit nëse të ka sprovu Zoti me moralitet, largoje bixhozit nëse ka sprovu Zoti me bixhoz, largoje përgojimit nëse të ka sprovu Zoti të morë gjysmën e miletit në përgojë. Shif çfarë probleme shke vëlla. Bë check-up, si shkova unë bona në Turqi check-up. Bëj check-up vetes tate, pse s'mec? Shifje ku e ke problem, mund ta kesh problemin ke farzi, mund ta kesh problemin ke haramin, mund ta kesh problemin ke ndaj mallkim, që të ka bë dikush, ka thonë mos bëf shajër sa ti je gjallë për këtë padrejtësi që mbone. Kështu që shifje vëlla, bë check-up. Falas. Po të bësh check-up vetes, po të shkosh në Turqi, ta rregullojnë ato qefin.
e kam qunin, pra qunin, dhe flesh shumë gatë, shumë gjatë. Çfarë të bëj një lutje për të? Pra ka hall me qunin që i fleka gjatë qunin, fleka pasa gjumë, theksuar. Çfarë lutje të bëj? Po nuk është se ka një lutje për këtë punë, po duhet me e motivu. I thu qunit, hajde këtu po. Nëse ti çohesh për sabah, dhe fal sabahun, dhe pastaj shkon në shkolla, apo në punë, ku dëgjon etj, unë për ty kam këtë dhuratë. Motivoje. Se do i thush, qofse nuk çohesh, do të heq rrezikun. Edhe hiqja. Motivoje. Edhe mos e le që të flej vonë. Sepse ai që flej vonë, çohet vonë. Është logjike kjo punë. Jam një nën që kam humbur 2 fëmijë, njëri vdiq në gjumë dhe tjetri 11 vjeç më mbyt në ujë. A ka mundësi ta takohem me këta fëmijë në botën tjetër? Po inshallah. Po inshallah. Ti vetëm kujdes me namazin, mundohu të jetosh ashtu siç do Zoti prej teje. Jo vetëm që do i takosh në botën tjetër inshallah taala, po do të jenë ndërmjetësues për ty te Allahu. Këta fëmijë nuk do të futen në xhenet pa të marrë ty me vete. Vetëm se kujdes me namazin, kujdes me normat e Zotit, dhe e ke inshallah të sigurt që do i takosh, dhe e sigurt që do të marrin me vete në xhenet, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa herë duhet thënë ezanin nëse je në udhtim? Pra kur i bashkojmë 2 namazet, një herë, një ezan, 2 ikamete. Nuk më del kismeti kur jam mirë, gjërat nuk shkojnë siç duhet. Çka të bëj? E tham përgjigjen pak më herë, namaz natë. Fal 5 farzet, lexo Kur'an, agjëro, i sadaka, amo namaz natë. Që të çelet fati inshallah taala 2 orë falu natë për natë. Minimalja 1 orë, maksimalja 2 orë. Agjëro të hontejte, i sadaka, bo dua sa më shumë. Kur të kesh mundësi dhe hapësira, shkon në xhami, rritu bo dua në xhami. Kështu zgjidhet puna, nuk zgjidhet puna tu çu mesazhe. Po ata që bëjnë, po ato, ka thënë, që bëjnë magjia do të gjykohen, padyshim që po. Në këtë botë do të gjykohen, pa në botën tjetër. Këtë botë Zoti u angushton zemrat dhe shpirtin, ndërsa në botën tjetër kanë vendin në fund të xhenemit. A bën se për xhenet fëmijët e abortuar spontanisht? Po inshallah, me shpresë të Allahut do të jenë ndërmjetësues për prindërit e tyre ditën e Kiametit. Si jemi me kohën? Dhe 3 minuta, okay. Kam lexuar një faqe islame që në botën tjetër nuk do të njihen motra dhe vllaun. Po. Larg hajvanëve, larg kafshëve. Besimtarët do të jenë bashkë në botën tjetër, edhe nëse janë një familje do të jenë bashkë. Sa e kanë besu këtë më, por e kemi thonë përgjigjen herë më përpara, e kemi nxjerrë në Facebook, i kemi vu X-in. Prap vjen pyetje, se kam lexuar në një faqe islame. Si thoshte, e mani mend si është njoftimi? Si është njoftimi? Me lajket kur flet vllai me motrën, i thonë njëna tjetrës, ose njëni tjetrit, pse? Po flet një vlla me i motër. Lejt bizedojnë, se s'do të njihen më në botën tjetër. Kafshëri. S'ka lidhje ka as me Zot, as me pejgamber, as me fe, as me Islam, as me Kur'an. Një idiot e ka shpik dhe me milionat të tjerë e kanë besuar dhe me miliardat të tjerë e kanë shpërndar dhe rriun merë me këtë punë 38 herë të dhonë përgjigje që se ekziston. Sot kur isha në xhuma, ishte imami duke thënë hutben, pa duke e thonë për menç. Dhe mua më kishte zënë gjumi pak, doja të pyesja, kam prishur abdesin? Varet çfarë pozicioni ke pas.
Nëse ke qenë mbështet mirë, se ke prish. Nëse ke qenë si të shrinë ca vlezë, kështu halla katrin, i vejnë të kurtë, shtu, ka mundësi ta kesh prish, Allahu alem, po rri qetë, që ka ik tani, hajt, stresit zero. A mund të na thoni pak për udhëtimin që bën shpirti nga momenti që del nga trupi? 65 ligjërata janë për këtë punë. 65, të do pak, do kështu, shpejt. Merën gjëra të ligjërata se i ketë gjitha aty me detaje, inshallah. Kur falem duket sikur më del zemra vendit. Mos e vrit mendjen se përderisa del gjallë prej namazit do thotë se s'ka dal. Kështu që stresit zero. Kam dasht me e dit, qysh muj me e dit, kush ka ba se hire. Valla e se di, për Zotin. Mba Allah. Është e pa mundur me e dit se kush të ban se hire. Është e pa mundur, si da dish. Jo po gjindi foli këtë, ma bete gjindë, ma bete prallash. Jo po se tha i se kështu e sashtu. Vetëm po deklaroj njëju dhe tha gjë ta kombon, kështë ma bet tjetër. Po tha njëju ta kombon, ma bet tjetër, deklaron vetë. Po kështu ma bet është, po thani, po mu duk sikur, sepse erdi shkoj. I shoh që arabët përdorin diçka që lyn syt për të dukur bukur. A lejohet kjo? Jo, për ne nuk lejohet vallai. Ata e bëjnë se se kanë problem, nuk kanë problematika. Ata e kanë të trashëguar këtë muhabet për 1000, për 2000, 3000 vjetësh. Kurse këtu ke ne me lyn syt, e në atë të bëjmë ne. Se shoqata është gati. Na pres shoqata me duar trokitje dhe me trëndafila. Ej, Zoti ma. Një nga hoxhat që bën nuska më ka dhënë një nusk. Më ka thënë vërën karun e djathtë. Vej flakën. Jo hoxhës, nuskës. Vej flakën. Ka rënë puna shumë këtu në Angli, thotë, dhe kam një ofertë me punu në shtëpi bari. A është haram? Haram është, vëlla. Allahu ta lehtësoft. Haram është. Bari ka për qëllim hashashin, se mos këtonë njëni tha hoxha është haram me mjell bar. Nuk bëhet fjalë për bar për lopën. Bëhet fjalë për atë barin që anë njeriu. A është e vërtet që nuk mund të presësh thonjë apo qime kur jemi cikël? Jo, nuk është e vërtet. A lejohet me përqafu në mëngjes? Lejohet që të shke me të dhe merë se vapë të modh biles, shpërblim të modh të Allahu. Sa më shumë të përqafosh nonën edhe babën, merë se vapë të modh të Allahu. A është gjynat të ri për të ri me emrat e të vdekurve? Jo. Nëse janë emrat bukur me kuptim të mirë, absolutisht. Pse jo? Shumë mirë. I thret fëmis me emrin e babës, baba ka ndru jetë, kujtohet baba, bo dua për babën. I thret gocës në emër të nonës, nona ka ndru jetë, të kujtohet nona, bo dua për nonën. Ku ka më mirë? S'ka gjë më e bukur se sa më ri për të ri emrat. S'ka gjë më të bukur. Nëse janë emrat, tamam. A lejohet me fut foto në varr të vdekurit? Apo këtë se kishim një herë për Zotin. Që me vu foto e kishim një, se e kemi trashëguar nga komunizmi. Amo me fut mrena në varr, edhe me like dhe asë në varr s'do me ilon. Mirë në dynja që mund këtë pas gjitha nej, pa edhe në varr ka morë vesh që synë me like ku ka fotografi dhe me arras dhe a që natë pasin në këtë vdekmin e shkretër burë. Sa që asë në varr nuk do që t'i futet me like-et. Kështu që nuk lejohet, jo, nuk lejohet. Nuk lejohet me fenë e Zotit, kjo që qenë këto muhabete pash Zotit. As mrena në varr, as jashtë varrit, nuk lejohet fotografia. Mirë, me këtë po e mbyllim, a lejohet të konsumohet një tort e cila ka në përbërjen e saj dhe alkool. Shiftani. Alkooli apo likeri apo vera, ku të qonë që mund tjetë që i hidhet, ëmbëlsirës është 2 sojesh. Soji parë
që gatuhet me brimin, që gatuhet me brumin, edhe pastaj lehet që të vi, edhe pastaj piqet. Kjo transformohet. S'ka problem. Dhe lloji i dytë, bëhet torta ose bëhet ëmbëlsira, edhe kjo gjëja për aroma apo diçka tjetër, i hidhet sipër, ke shkuma, ke reçeli, ke këto muhabete që t'i japish s'lejohet haram. Po kjo nuk der për shembull, po nuk lejohet. Nuk lejohet. Sepse nuk është kusht të dehi kjo mbllaçkoja që t'i ha. Problemi është fut në të vera ose alkooli. Kështu që kjo është çështja dhe Allahu e din më së miri.